Mbrëm në Pallatin e Sporteve, Sezair Surojt e stërmbushur nga numri i madh i sportdashësve dhe tifozëve të flakt të shumtë arpagjive, u luajtë dueli i parë ndaj klubit basketbollistik Bashkimi dhe Peja. Pjesa e parë e lojës ishte mjaft e fortë, mirë po Bashkimi pa problem ka arritur që të çojë ndeshjen deri në fund dhe për këtë të marrë fitoren në ndeshjen ndaj Pejës në përballjen e parë të serisë gjysmëfinale të play-offit me rezultat 81-61. Prizenasit fituan ndeshjen me 20 pikë dallim, ku pjesë e parë e morën me rezultat 44-31 për të menaxhuar mirë pjesën e dytë, ku në çerrekun e fundit shtuan dallimin pas 24-11 për përfundimtaren e 81-61. Peja dha sinjale për rikthim në lojë gjatë çerrekut të tretë me 13-19, por më shumë sa arritën. Me 18 pikë Vendel Green ka qenë më efikasi tek Bashkimi, ndërsa bëri 3 asistime. 15 pikë dha Drink Williams, që shtoi 3 të pestën për 3 pikë, ndërsa bëri 3 asistime e 3 kërcime. Me 12 pikë lojë e mbylli Lejson Zeqiri, i cili sot snajperi si punoi 0-3, por shtoi 5 asistime e 4 kërcime në fitore. Tek Peja, 2 lojtarë shënuan pikë 2 fishore, ku Darej Morsel kreu lojën me 13 e Marquez Stones me 12 të tjera. Me këtë fitore Bashkimi merr e përsinë e serisë gjysmëfinale ndaj Pejës 1-0. Ndeshja e radhës zhvillohet në Karagaq. Fituesi i serisë bëhet ekipi që arrin së pari 3 fitore. Të pranishëm në këtë ndeshje ishin edhe kryetari Totaj, nënkryetari Gashi, drejtori të ekzekutivit, kuvendar dhe mysafir e qytetar të shumtë.